Dorhiqet nga posti i zëvendës ministrit të arsimit dhe shkencës Lulzim Aliu. Kërkesa për dorëheqje i është dorëzuar kryeministrit Kristian Mickoski. Në reagimin e tij publik, Aliu thekson se ky vendim shënon përfundimin e një etape të angazhimit të tij institucional, duke shprehur falënderime për besimin dhe për krahjen e dhënë gjatë ushtrimit të kësaj përgjegjësie, të cilën e ka mbajtur për herë të dytë. Dorëheqja ime vjen pas një reflektimi të kujdesshëm personal dhe profesional, duke besuar se në këtë periudhë është më e përshtatshme të vazhdoj kontributin tim në profesionin tim akademik, në punën time hulumtuese shkencore, si dhe në përkushtimin ndaj familjes, njoftoi Aliu në komunikatën e lëshuar për media. Ai gjithashtu ka shprehur falënderime të veçanta për Partinë Alternativa, kryetarin aktual Bekim Sali, si dhe për ish-krerët e kësaj partie, Afrim Gashi dhe Ziqria Ibrahimi. Mirënjohje ka shprehur gjithashtu edhe për familjen dhe miqtë e tij për mbështetjen e vazhdueshme. Dorëheqja e Aliut vjen me një periudhë dinamike të zhvillimeve politike në vend, nga koalicioni Vlen nuk kanë komentuar dorëheqjen e tij.